الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Allahun gjelle shanuhu wa gjelle gjelaluhu e falenderojmë. Allahun e madhrojmë, prej ti ndihmë, mëshirë, udhëzim, falje për mëkatet tona kërkojmë. Bi pejgamberin ton, salavatet më të përzgjedhura i dërgojmë. Dëshmojmë se nuk ka Zot tjetër të vërtet që meriton të adhurohet përveç Allahut. Dëshmojmë se Muhamedi alayhi salatu wassalam është robi dhe i dërguar i tij. Allahu e dërgoi me shpadhin e fundit, me Kur'anin famëlart i cili është udhërrëfyes për lumturinë në këtë botë dhe për të arritur lumturinë e përhershme në ahiret. Fjalët më të vërteta janë fjalët e Allahut. Udhëzimi më i mirë është suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, të gjithë ne e dimë se një familje e shëndosh është një themel i fortë dhe i fuqishëm i shoqërisë. Të gjithë e dimë se familja është baza e jetës shoqërore në çdo shoqëri. Të gjithë e dimë se shtylla e një shoqërie është familja. Jemi në sezonin e dasmave, ku çdo ditë dëgjojmë se është formuar një familje e re. Prandaj do ta shfrytëzoj këtë moment që veten edhe juve me va përkujtu me një skenë prej skenave që do të ndodhin në ditën e gjykimit. Ajo është skena ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot: fa idha ja'ati as-sakha yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi. Në atë ditë kur do të ndodhe britma e madhe, dita e gjykimit, në atë ditë do të shohim se si njerëzit ikin njëri prej tjetrit. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi. I pari prej të cilit kina me ik është vllau jon. Pastaj wa ummihi wa abihi, do të ikin prej babës edhe prej nanës. Wa sahibatihi wa banihi. Në fund do t'ikim edhe prej bashkëshorte, prej grave, edhe prej fëmijëve. Çfarë thot Allahu subhanahu wa ta'ala për këtë ditë? Yawma li kulli imri'in minhum, për çdo njeri në atë ditë e ka brengën e cila e preokupon, e ka gajlën e vet e cila e ka kapluar. Fatkeqësisht, njerëzit në këtë dunja, edhe pse kanë shumë probleme të mëdha lidhur me imanin e tyre, me besimin e tyre, ma shumë brengosen për dika tjetër, ma shumë e shikojnë punën e tjetër kujt se sa punën e vete. Ndërsa në ditën e gjykimit, fatkeqësisht shumë vonë, është shumë vonë në atë ditë me të kujtu se ti ki problemet e tua që duhesh me i zgjidh, se ti ki gajlet e tua me të cilët duhesh të merresh. Në atë ditë ka me konë shumë vonë ku njerëzit do të preokupohen. Aq shumë ka me preokupu sa që ka me hik prej vllaut, prej motrës, prej babës, prej nonës, prej fëmijëve, prej gruas. Secili në atë ditë ka me kuptu se në këtë ditë unë kam gajle shumë më të mëdha se sa me u marrë me familjen time. Allahu subhanahu wa ta'ala në një ajet tjetër thot: Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Është dita në të cilën nuk bën dobi as pasuria që e ke grumbulluar, as evladi me të cilin e krenuar, përveç atij që ka me ardhur para Allahut me një zemër të shëndosh. Cila është zemra e shëndosh? Zemra e mbushur me iman, i cili e ka nxit
edhe ka motivu atë njeri që të jetë nënshtrues dhe bindës dhe Allahut subhanahu wa ta'ala, që ti bindet Allahut dhe ti zbaton gjithë ato që Allahu i kërkon prej tij. Të nderuar vëllezër, familja është diçka që e ka një pozitë shumë të lartë në Islam. Prandaj edhe në kapitujt e fikhut e drejtësisë islame ka një kapitull plot e cila flet për familjen, se si bëhet martesa, çfarë kushtet me i plotësu njeriu për me u martu dhe kështu me radhë. Ne nuk do të flasim për ta, por do të flasim se fatmirësisht Allahu subhanahu wa taala këtë lidhje familjare e ka nderuar në disa raste në ato ditë kur shumica e familjarëve do të hikin njëri prej tjetrit. Do të hikin njëri prej tjetrit. Domethënë ka me dalë në shesh një mirësi që e ka bërë dikush, e që për atë mirësi brenda familjes Allahu ka me ngrit dhe ka me mbrojt atë familje nga dënimi që e ka para pa për njerëzit që e kanë merituar dënimin Allahu subhanahu wa ta'ala. Një prej shkaqeve se Allahu xhaleshanuhu e mbron një njeri nga zjarri i xhehenemit është nëse i ka ndodhur ndonjë vdekje tek fëmijët e tij në moshën fëmijërore. Pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: "La yamutu li muslimin thalathun min al-waladi fayaliju an-nar." Askujt apo askush të cilit i kanë vdek 3 fëmijë edhe është musliman, nuk ka me hyrë në zjarrin e xhehenemit. Allahu e ka me bë ata që të janë mbrojtje prej xhehenemit. Po ashtu, një grua e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "Çka është situata për një grua të cilës i kanë vdek 3 fëmijë?" Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i përgjigjet asaj dhe thot: "Ayyuma imra'atin mata laha thalathatun min al-walad kanu laha hijaban min an-nar." Se cilës grua që i kanë vdek 3 fëmijë, Allahu do t'i bën ata që të janë perde mbrojtëse nga zjarri i xhehenemit. Qalet imra'atun wa man mata laha ithnan. E si është puna për atë grua që i kanë vdek vetëm 2 fëmijë? Ajo thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Wallati matat laha ithnan min al-walad." Edhe për atë grua që i kanë vdek 2 fëmijë do ta bëjmë mbrojtje prej zjarrit të xhehenemit. Një ditë një grua erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është një rast tjetër. Edhe i treguan se kësaj gruaje i kanë vdek 3 fëmijë. Edhe në krahun e saj e ka pas fëmijën e 4. Edhe i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguari i Allahut, a kam gabim që frigohem që mos më vdes edhe ky fëmijë, sepse shpesh për herë po smurët." Ne në këtë moment e përkujtojmë edhe pejgamberit se edhe ati të gjithë djemtë i kanë vdek para se me ndru jetë po me Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe vajzat pas që janë rritur kanë vdek para se me vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E vetmja e cila ka jetuar mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është vajza e tij Fatimia. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Laqad ihtadharti bihidharin qawiyyin min an-nar." Vetëm se e ke mbrojt vetveten tënde, nëse ke bo sabër, nëse e pajtu me caktimin e Allahut, me një mbrojtje të fuqishme, me një mur mbrojtjes të fuqishëm nga zjarri i xhehenemit, nëse e ki pranu caktimin e Allahut me sabër. Një shok prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë prej ensarve, e kishte një djalë, të cilin e ka dashur shumë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas një kohë e pa se nuk po vjen, mon në mexhliset edhe pyeti çfarë ka ndodhur, i than, i ka ndru jetë ai djalit të cilin shumë e donte. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thiri dhe i tha: "A nuk je razi, o robi i Allahut, që ti kur të nisesh në ditën e gjykimit drejt ndonjë derës prej dyerve të xhenetit, kur të nisesh me shkut ndonjë derë prej dyerve të xhenetit, me pa djalin ton i cili shpejton para teje për me ta hap derën. Se cili nga ne do të jetë i kënaqur nëse në atë ditë i ka fëmijë të cilët u hapin dyert e xhenetit, edhe u mundsojnë që të hyjnë në xhenetet e Allahut, të cilët Allahu i ka krijuar dhe i zbukuron për besimtarët. Prej mirësive që i ka familja, apo prej nderime që i ka familja në ditën e gjykimit është se njeriu në ditën e gjykimit Allahu ka me ngrit në një pozitë të lartë në xhenet. Edhe ai ka me u habit, ka me thonë:
nga erdh kjo pozitë, këto deregje kaq të larta, këto shkallë kaq të larta në xhenet, kur unë se kam bë këtë punë, çfarë i thot Allahu dhe çfarë thonë melekët? Hadha bi duai waladika lak. Këtë pozitë ke arritur sepse fëmijët e tu kanë bë dua për ty. Fëmijët e tu kanë bë dua për ty. Prandaj, nëse ne nuk i edukojmë fëmijët tonë që mos me na haru mas vdekjes tonë, kina me humb një mundësi shumë të madhe që Allahu me na ngrit. Po ashtu, pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot, dëshmori, shahidi ka të drejtë me ndërmjetësu për 70 antar të familjes së tij. Allahu ja jep këtë mundësi që ai me kon shefaxhin ndërmjetësues për 70 persona të familjes së tij. Po ashtu, për fëmijën që familja e vet e ka edukuar me Kur'an, e ka edukuar me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka një nderim të veçantë në ditën e gjykimit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men qara al-Qur'an wa ta'allamahu wa 'amila bih." Kush e lexon Kur'anin, e mëson Kur'anin, edhe punon sipas Kur'anit. Nuk mjafton vetëm me lexu, nuk mjafton vetëm me mësu, po duhesh Kur'anin me pa në veprat tuaja, në atë shka e punon. Thot, ulbise walidahu yawma al-qiyamati tajan min nur. Në ditën e gjykimit, Allahu në kryet, në kokat e prindërve të tij, në kokën e babës dhe në kokën e nonës, ka me i vendos 2 taxha, 2 kurore që janë prej dritës. Dauha tushbihu dawa shams. Drita e tyre i ngjan dritës së diellit. Drita e diellit është shumë e fuqishme. Kur del dielli mo humbet errësira. Në atë ditë këto prindër që e kanë edukuar fëmijën me Kur'an, që e kanë edukuar që të veprojnë me Kur'an, Allahu a vendos këto 2 kuror në kokën e tyre, në kokat e tyre. Pastaj thot: "Wa ulbisa libasan la tuqawwamu bid-dunya." Dhe do të veshen me petka, me tesha, të cilët e kanë vlerën më shumë se sa kjo dunja. Ato tesha që ti kanë prindërit se ati fëmijës që ka mësu Kur'an, që ka punu me Kur'an dhe ka mësu atjere Kur'anin, do t'i kenë petka, teshat më të vlerëshme se sa kjo dunja. Kjo dunja ka vlerë, fatkeqësisht. Për shumicën e njerëzve, vlera e kësaj dunjas është më e madhe se vlera e ahiretit. Besimtarët kështu nuk mendon, por njerëzit i mashtron shejtani, i mashtron ëndje dhe nefsi i tyre dhe mendojnë se kjo dunja ka vlerë. Dhe në këtë dunja me të vërtetë shohim gjëra të bukura, gjëra të vlefshme. Vetëm teshat e këtyre 2 prindërve janë më të vlefshme se sa dunjaja. Ata të habitur, baba dhe nona pyesin: "Ena lana hadhihi?" Nga na erdh kjo? Thot: "Hadha lakum min akhdhi ibnikum al-Quran." Kjo shkaku i kësaj është se fëmia juaj e ka lexuar dhe ka mësuar me Kur'anin. E ka lexuar dhe e ka mësuar dhe ka vepruar me Kur'anin. Prenderime që i ka familja në ditën e gjykimit, ose Allahu e bën atë që quhet bashkimi i lavdruar, i bashkon të gjithë në xhenet. Thuhet në një rivajet të cilën e transmeton Ibn Kaimi rahimahullah, për Ibn Abbasit radiallahu anhu, se në ditën e gjykimit disa prindër do të hyjnë në xhenet. Edhe kur do ta shohin se aty nuk i kanë fëmijët, as gratë, as familjet, do të brengosen, do të pikëllohen. Edhe t'i thënë Allahut: "O Allah, ne kemi punuar edhe për fëmijët tanë, prandaj na bën mundshme që të jemi bashkë në xhenet." Edhe për këtë thonë dietarët, Allahu e ka zbritur ajetin ku thotë: "Walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum." Ata të cilët kanë besuar. Besimi e kemi thënë shpesh herë, nuk është vetëm fjalë me gojë, besimi është edhe vepër. Ata të cilët kanë besuar, edhe familjet e tyre, pasardhësit e tyre, i kanë ndjekur në iman, i kanë ndjekur në vepra të mira, thot: "Alhaqna bihim dhurriyyatahum." Do t'i bashkojmë së bashku me familjet e tyre në xhenet. "Wa ma alatnahum min amalihim min shay." As njerit nuk do t'i pakohet as pak. Mirësia Allahut është shumë e madhe. Allahu i shumë fishon sevapët për çdo njeri, prandaj mos frigohemi se nëse dikujt i bëjmë diçka, se ka më na u paku diçka prej veprave të mira. Përkundrazi, veprat e mira vetëm se shkojnë edhe shtohen. "Wa ma alatna min amalihim min shay." Dhe në fund thot: "Kullu nafsin bima kasabat rahin." Çdo shpirt
është pengi i asaj që e ka punuar. Çdo shpirt në ditën e gjykimit ka me u lidh me punën e vet. Çdo njeri, situata e tij dhe fati i tij në ditën e gjykimit ka më mbar për asaj që e ka punuar. Edhe hadithi i fundit, i cili flet se si familja e mirë të ndihmon edhe në ditën e gjykimit, është një hadith në të cilin pejgamberi alayhis salam thotë: disa fëmijëve do t'ju thuhet, hyni në xhenet. Ata do të thonë: o Allah, nuk him në xhenet pa hime neve dhe baballarët tonë edhe nënat tona. Pa hime neve dhe baba jon edhe nëna jon. Atëherë Allahu subhanahu wa taala do t'ju thotë: udkhulul jannata antum wa aba'ukum. Hyni në xhenet ju dhe prindërit e juaj. Allahu në lusë që të na mëshiron, që të na udhëzon, që të na bashkon me familjet tona në xhenet, që të na bën prej familjeve që janë shembull të imanit, të nënshtrimit ndaj Allahut, të këshillës, kjo diçka që mungon, që ta bën shembull të familjeve që më shumë brengosen për problemet e veta sesa për problemet e tjerëve, prej familjeve të cilët do ta ndihmojnë njëri tjetrit, e të mos na bën prej atyre që do të hikin ditën e gjykimit, secili me gajlën e vet dhe me problemin e vet, vllau prej vllaut, motra prej motrës, baba prej fëmijëve, fëmijët prej babës, në atë ditë ku nuk bën dobi as pasuria se vladi përveç imanit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.